është politike, sepse problemi është politik. Natyrisht që politika nuk është diçka abstrakcion dhe jashtë normave juridiko-kushtetuese në këtë rast, pasi kushtetuta është aty edhe për ose vetëm për mbarvajtur apo mirëmbajtur si gardian kushtetueshmërinë, respektivisht rrjedhën normale ligjore të mbarvajtjes së funksionimit të shtetit. Shteti s'po funksionon në shpezull, respektivisht s'po konstituohet organi më i lartë vendimarrës, i cili duhet në logjik politike të jetë edhe mbi kushtetutën, pasi me 80 vota plus mund ta ndryshoj atë. I bjen që problemi është politik, i mungesës së vullnetit, i mungesës së një bashkëpunimi, i një klime politike, kështu që e kime vend vërtimin edhe analizën. Prandaj nuk ka gjykatë kushtetuese e cila mund zgjidh. Tani a mund të shikojnë nga këndi pozitiv kërkesën e AK-s për trajtimin e gjykatës kushtetuese mbi temën e votimit të fshehtë. Mendoj që është humbje kohe, sepse sipas mendimit tim edhe plot ekspertët e tjerë, gjykata kushtetuese i ka në kompetenca trajtimin e këtyre, po nuk besoj që do ta duplifikoj një akt vendim të cilin e ka marrë me 2014-ën, ku thotë që edhe votimi i mshemt është votim ligjor ose kushtetues, është e drejtë. Pa çka që kjo hapësira e shfrytëzimit edhe argumentimit e ish opozitës apo opozitës e deri djeshme mbi parregullsinë apo ndrimin e rendit të ditës qëndron, por kjo është prap politike, prandaj nuk mendoj që gjykata mund të kapërcejë më shumë se sa që të thotë që nuk është objekt trajtese i gjykatës, diçka që vetëm është vendosur dhe është në të drejtën e rregullimit të brendshëm të kuvendit. Mirë, a shilit paktën, gashi për njësë të kësaj radhe me ty, a shet paktën vullnet për zgjedhje të parakohshme, sepse duket sikur jemi në një situatë ku partitë nuk duan asgjë, duan gjithçka dhe asgjë në të njëjtën kohë. Duke përfshirë për partisë më të madhe, që është partia me më shumë të përgjegjësi. Duket sikur në të njëjtën kohë duan zgjedhje, në të njëjtën kohë duan qeveri, në të njëjtën kohë nuk duan ndajmë pushtet, në të njëjtën kohë ka versione të ndryshme, ndërkohë edhe partitë tjera deri dje opozitare, parafërsisht në të njëjtën karta. Edhe duan qeveri, por nuk duan të jenë vetëm me njërën parti e të tjera. Pikërisht prandaj këtu është edhe problemi. Karta e njëjtë nga pozicionet të ndryshme nuk bën të luhet, po mundesh, po pastaj s'mundesh që ta citojmë liderin politik të vetëvendosit zotin Kurti, sepse ajo me një moment caktuar o kallët si kartë, jekët si kartë politike, o nuk e kryen funksionin pasi që e mban pezull nuk shkohet tutje. Natyrisht që zgjedhjet edhe nga deklaratat e eksponentëve të ndryshëm, nga të gjitha taborët, mbeten si opsioni përfundimtar, final. Sepse po shifet që ka një ngësht të përgjithshëm, apo mos pajtim mbi hapat çka duhet shkohet politikisht tutje. Të gjithë janë në istikamet e tyre dhe i kanë mbreh, mos i quaj shpatat, po i kanë mbreh argumentet kundër koalicioneve, kundër qeverisë së përbashkët dhe kundër lëshimit PE. Kjo detyrimisht, me mendoj, e dërgon vendin e zgjedhje. Tani zgjedhjet e jashtëzakonshme janë edhe kur janë bashkë ato të lokalet. Kështu që mendoj që duhet presim. Do ta komentojmë pak më vonë këtë çështjen e zgjedhjeve.